Do takohemi sërish për të zgjedhur presidentin e ardhshëm të vendit. Kështu ishte fjalia e fundit e Lumira Bigjikut me njëherë pas takimit që u zhvillua me Albin Kurtin ditën e djeshme. Zotri Gjinani, akoma jo një emër i përvetshëm për president, por gjithsesi propozime dhe mbas të deklarimeve duket se ka një numër të madh të emrave, apo vetëm po perceptohet kështu në bazë të deklarimeve? Po tani nuk është çështja tek numri i madh i emrave, pasi ne kemi thënë dhe më parë që praktikisht në Republikën e Kosovës ka plot personalitete të cilët janë të denjë për të drejtuar institucionin e presidencës së Republikës Kosovës. Dhe mendoj që nuk është çështja tek emrat e përvetshëm, të cilët në fakt nuk mungojnë. Patjetër që e kemi shprehur faktin që problemi thelbësor për sa i takon shumë çkaje që është ngecur në të shkuarën e afërt, por edhe në të tashmen, pasi historisht jemi në një ngecje përtej takimeve të zhvilluara, patjetër që ka të bëjë me vullnetin politik dhe me atë qasje që duhet të jetë, siç e kemi thënë, nga klasa politike, por me gjitha nga partia më e madhe, për të dërguar drejt një zgjidhje të mundshme të ngërçit për sa i takon çështjes së presidentit. Praktikisht të gjitha fatet kushtetuese janë kaluar, ky është fakt, njëkohësisht e kemi diskutuar edhe pjesën tjetër që ka të bëjë me faktin që Republika e Kosovës sot po jeton politikisht dhe në kushtetueshmërisht po jeton në një ngërç dhe në një moment peshullie, ku të gjithë institucionet praktikisht janë në ushtrim detyre dhe njëkohësisht të gjitha vendimet e ndërmarra edhe nga ana e qeverisë patjetër që janë diskutueshme. Por që kthyer tashmë sërish çështjes së cilat është edhe tema qendrore, patjetër që unë kam qenë gjithmonë me parimin që takimet janë pozitive, kam mbështetur faktin, siç e kam thënë, që dhe partitë e tjera opozitare duhet që të ishin pjesë e takimeve për të hequr alimbin zotit Kurti, që vullneti i tij kinse është mungesa e partive opozitare që e pengon vullnetin e zotit Kurti për të arritur zgjidhje. Të paktën prania e lidhjes demokratike të Kosovës të takime dhe secili prej këtyre takimeve zhvilluara deri dje apo që mund zhvillohet edhe në ditët e afërta, unë uroj që të jetë takimi i ardhshëm nesër dhe jo në një periudhë më të largët, pra mos ketë distancë kohore kaq e madhe mes takimit paraardhës dhe takimit aktual. Ja bëhet dhe mendoj që është zgjidhja e dur për të hequr të paktën alimbin politike zotit Kurti në të nesërmen politike nëse ngërçi vijon dhe kriza nuk zgjidhet. A do të ketë apo jo zgjidhje? Mbetet për të parë, sepse, siç e thash, në fund të ditës elefanti në dhomë, në thonjza, mbetet partia e parë dhe mbetet patjetër kryetari i partisë parë dhe kryeministri i detyrës zoti Kurti. Dhe nga vullneti politik i zotit Kurti, patjetër që do të varet më pas edhe ecoria e zgjidhjes edhe për sa i takon më pas dhe emrit përvetshëm apo dy emrave të cilët mund të diskutohen në fazën finale të diskutimeve apo të negociatave. Tashmë është kaluar faza e mundësisë së një presidenti të mundshëm politik, për te fakti që në mendimin tim individual e kam shprehur edhe tek ju që Kosova do të duhet një president politik. Tashmë me sa duket palët të shkojnë drejt personaliteteve të mundshme të jetës publike. Urojmë që të paktën të ketë një dakordsi për sa i takon këtyre personaliteteve të jetës publike dhe që zgjedhja e presidentit apo presidentes të jetë një moment, mendoj, institucional, por edhe politik, ku presidenti i ardhshëm, çdo qoftë emri i përvetshëm, të jetë një garanci kushtetuese, por edhe politike në kuptimin e fjalës, dhe secilit moment kur qeveritë në tërësi, përfshirë patjetër dhe qeveritë e Republikës Kosovës, kanë tendenca të caktuara të sfondit autokratik apo të arbitraritetit dhe mendoj që uroj që presidenti i Republikës i do të jetë emri të jetë i zëshëm në kontekstin e brendshëm ndaj secilës tendencë të arbitraritetit institucional apo qeverisës. Mendoj që, siç e thash, takimi i djeshëm ishte i vonuar, do të ishte një takim më i shpejtuar dhe shpresojmë që mos presim për takimin e ardhshëm rreth 7 apo 10 ditë. Pasi praktikisht edhe në këto momente jemi në tejkalimin e secilit afat,
Por sërish kthehem në pikën fillestare. Në secilin rast mendoj që zoti Kurti duhet hequr alibia fillestare, për sa i takon kiste mungesës vullnetit nga ana e opozitës dhe vullnetit të zotit Kurti për gjetur zgjidhje. Unë mendoj që zoti Kurti sërish nuk ka vullnet për gjetur zgjidhje. Megjithatë uroj që të jenë shumë gabim. Uroj sinqerisht të jenë gabim, por duke parë se çka ndodhur nga janari i këtij viti, unë dyshoj në vullnetin politik të zotit Kurti. Megjithatë, urojmë të jemi siç ata gabim dhe që zgjidhjet vinë dhe shumë kusht ndër ne të zhgënjehet pozitivisht në këtë rast. Të shohim për te fakti që siç e thash, afati kushtetuese ka kaluar dhe më pas ky është një diskutim tjetër edhe kushtetues, por dhe politik, për sa i takon në legitimitetit të gjithë procesit, i cili në fakt është një proces i cënuar me qëllim nga partia e parë, pikërisht për të vijuar mbajtjen gjallë të jetësimit një projekti, siç e kemi thënë, një projekt tjetër republikan, i cili tashmë ka filluar të qarkullojë edhe në publik. Nërkaq, zoti Purjani, mendoni ju që jemi afër arritjes një marrëveshje ashtu siç u deklarua në fakt pas këtij takimi, një marrëveshje për një emër për president, meqense në takimin e fundit krejt çka pam ishte vetëm propozim i emrave, por jo ndonjë dakordim për një emër të caktuar. Konsideroj që situata është në stadin fillestar, domethënë, s'ka marrëveshje, s'ka kurçor, ka vetëm negociata midis dy subjekteve politike. Tash nuk ka as emrat e përveçshëm as veçantë janë diskutuar disa emra kështu shkarazi, me siguri janë propozuar nga dy subjektet politike emra të ndryshëm. Pa ma parasysh që kush është propozuar, nuk është arrit kur farë marrëveshje në mes tyre. Kjo i bën që situata është serreshësera në kuptimin politik dhe në kuptimin e politikës pragmatike natyrisht. Nuk ka pragmatizëm, nuk ka vendimarrje, por ka vetëm kritere për herë të parë, po dëgjoj se pas ka kritere politike dhe pas kanë vendosur kritere të kësaj natyre, sikur të heshun punë ndikon. Në kuptimin e asaj që dihet që për të qenë president i shtetit duhet patjetër të jetë një politikan i vyshëm, një politikan i rrymë, domethënë një njeri i cili është jashtëzakonisht i përgatitur mirë dhe njeh politikën vendore dhe ndërkombëtare, pasi që ai ka kompetenca edhe të natyrës tjetër siç është politika ndërkombëtare. Pra, përveç atyre që ka 28 kompetenca tjera, gjithsej i ka 30 kompetenca presidenti i shtetit, tjerat shumica janë ceremoniale, ndërsa dy janë kryesore, siç e dini edhe ju, politika jashtme dhe komandanti forcave të armatosura. Kjo bën që nëse ka kritere dhe kanë vendosur parime të kësaj natyre, atëherë duhet me pas bazuar krejt në ato çka thot kushtetuta për presidentin dhe kompetencat e presidentit, më gjetë një njeri i cili i din ato punë mirë dhe e din me vlerësu mirë edhe politikën e jashtme si duhet, domethënë ndërkombëtare, duke përfshirë edhe regionin ku jetojmë na. Dyshoj shumë që ka sinqeritet në këtë temë. Domethënë në të dy subjektet politike, shteti varet nga këto dy subjekte politike, nga LDK dhe lëvizjeve të vendosese, a do të gjejnë zgjidhje apo shteti të shkon në zgjedhje sërish. Unë nuk besoj fort në asnjërin palë, sepse dy palë kanë luajtur një lojë edhe më herët të njëjtën. Pra kisha pas dëshirë që ata të jenë pragmatik dhe të jenë të sinqert para publikut, para qytetarëve, natyrisht që t'ju thuhet atyre që qytetarëve se kjo është marrëveshja e jonë dhe nuk ka nevojë me i bë një kallallak emra, domethënë shumë emra me qit, po mjaftojnë dy emra mu propozu, një nga subjekti LDK dhe tjetri nga VV, do të ishte mirë që me ardhë domethënë ndonjë kandidat nga Lidhja Demokratike e Kosovës që nuk është më aktiv në LDK, por është jashtë politikës LDK-s për një kohë të gjatë. Pra që njeh mirë politikën edhe të shtetit e ka njoftë natyrisht të subjektin e vet politik që ka takuar më herët. Prandaj në anën tjetër lëvizjeve vendosje bën hajgare me ato temat dhe sakta ndikon që është shoqëri civile që del mas vjove i tyne, domethënë i marrën vesh me ta politikisht, pra nuk besoj fort në lëvizjen vetë vendosje, po as në LDK, do të më qenë sinqert, më mirë do të ishte që ata nëse veç për një me kanë heqë dorë të dy palët që mos jetë propozim nga LDK dhe nga VV, atëherë do të ishte mirë me dikush që vjen nga tash është shumë vështirë me lyp me kërku një person i cili për një me ka kapacitetet e kësaj natyre që bazohet edhe në kushtetutë dhe kompetencat kushtetuese që ka presidenti, sepse ato janë kriteret themelore që i paraqet kushtetuta shtetit. Pra,
nuk mund me qitë kritere ekstra për këtë punë, me qitë asë i farë tema që dhe të me kom patriot i malë, presidenti, ose me qenë profesionist i malë, po më rëndësi është me njofë dëmonë kompetenca që ka të veta dhe me pas përvojnë ato që ka ushtru ma herët ndë një punë të kësaj natyre, apo kompetenca të kësaj natyre ndë njerë, apo ka qenë pjesë e politikave vendore, ndërkombëtare, apo ka marrë pjesë në shumë simpozione ndërkombëtare, konferenca ndërkombëtare, pra një njeri i cili një politikë ndërkombëtare mirë dhe një dhe shtetin e vetë mirë pa ku jeton. Unë mendoj që këto është ka bëhet një farë loje që mos sjellë më vështirë që të ngju popullor dhe me shku prapë në zgjedhje, pa ka besim dikush në Kurtin, po më thonë edhe marrët kërkush nuk beson më ta me marrë dhe xhamin me dhe kishën me qitë nga se kush më nuk i beson atina prej opozitës. Është kohë e tmerrshme, domethënë, është kohë e tmerrshme deri tash dhe nuk po shohim kur farë situate të zgjedhshme të këto. Pra po shohim një lojë e cila është fillestare. U fol këtu prej neve, mirë po loja shumë fillestare, po ata s'kam ri kërkon, kanë ri veç me përbuzu emna, mirë po sa kërkon situata e zgjedhshme, nuk ka kur gjë akt konkrete, bili spaku në opinion publik, por gjë s'ka konkrete, kur gjë s'ta kanë tregu neve. Prandaj askush nuk prej neve nuk mundet me besu që ata e kanë për një me këtë punë, derisa nuk i qesin emrat dhe nuk i propozojnë njëna emrat e partia tjetër emrat e vet. Sa do qofshin ato 1, 2, 3. Unë kom thonë edhe ma mirë dhe të ishte që ka 3 emna ti propozojnë ata të dytë, pra edhe zoti Abdil Xhiku, 3 emna dhe 3 emna të vinë nga Kurti dhe pasaj shofim me shku, që të kenjoni me bajgare me shku me shartë me zgjedh presidentit tani. Pi 6 me zgjedh një me shartë, se së në zgjedhin kur vetësën merën veç se kush mund tjetë. Po si do qoftë, unë e kërkoj që t'janë shumë serios këtë temë dhe mos ta hupin shumë kohë, leti tregojnë popullit që s'janë gjendje me zgjedh apo me zgjedh problemin, as me zgjedh presidentin, dhe natyrisht kur shkojmë zgjedhje, do më thonë si mbase afateve kushtetuese. Unë tash s'kam çka foli më për kushtetuese, këta kanë shkel me dy konta. S'ka sa më për kësaj punës, unë flasim më në kuptimin legal që ka diçka normale këtu, ose edhe më keq, këta me zgjedh presidentin, e ata opozita me aque, qatë zgjedhje me quë, përkaqësisht me quë në gjykatë kushtetuese, me thonë ato të konstituohet të pari ku vendi Kosovës, apo do të zgjedhet presidentit. Se këta kanë qëllimin politikisht, njerë më marrë vesh politikisht, po të në mjanismi po institucionet dhe pse afati kushtetues ka kalu. Pra, kush e një këtë varpune, mune të opozita me rëzu këtë temë krejt poshtë me qitë të monë këtë temë edhe se bashku PDK dhe Alianca më bo dhe natyrisht me kontestu krejt këtë proces, se pastaj dhe me qënë gjykatë kushtetuese dhe me ra poshtë këtë procesi, dhe më thonë, pasi që sa nuk mund të flasim më që ka këto diçka kushtetuese dhe që është respektu kushtetuta vendit dhe janë respektu, dhe më thonë, të gjitha kriteret ato që i parashe kushtetuta. Ka që zotëri Gjinali, kur jemi tek emrat, në fakt besoj që keni parë gjatë ditës së djeshme që William Walker propozoi një emër që ishte Faton Bislimi si kandidat për presidenci. Keni pa këtë propozim dhe mendoni që mund të merret parasysh nga të dy këto parti politike që po diskutojnë pikërisht për emrin e presidentit? Unë kam ndjekur në fakt deklaratat dhe të zotë. Unë apo... Po, zotë Gjinali. Okej, se ndoshta më falë. Unë kam ndjekur të dy deklaratat dhe të zotit Dioguardi dhe të zotit William Walker, dy personalitete të spikatura tashmë përsa i takon shumë çkaje që ata kanë bërë për Kosovën në tërësi, për i viteve 90-ta dhe në vijim. Nuk ka nevojë që të zgjatemi përsa i takon këtij momenti, pasi tashmë dihet kontributi i tyre. Patjetër që apeli i tyre në parim është një apel i cili është i mirëpritur, është një apel i cili duhet marrë në konsiderat si apel në parim përsa i takon zgjidhjes së çështjes. Patjetër që sinqeriteti i tyre dhe i gjithë pozitiviteti i tyre dhe shumë çka që ata i shqetëson pozitivisht për Kosovën është një vërtet absolute, e cila nuk duhet të nashkaluar, por unë uroj shumë që subjektet saktuara politike të mos keq përdorin sinqeritetin e këtyre dy personaliteteve shumë të rëndësishme të Kosovës, pikërisht për të ndërtuar më pas fabula apo
momente politike duke referuar dhe duke keq përdorur sinqeritetin e këtyre dy personaliteteve spikatura. Pra, të mirëpritura secila deklarat për sa i takon zgjidhjes së ngërçit nga ana e dy personaliteteve, por nga ana tjetër ka djathësi politike në perspektivë që subjektet saktuara politike të tentojnë që pikërisht këtë sinqeritet dhe apel të personaliteteve përkatëse, secili në mënyrën e tij, të përdoret më pas pikërisht si një fabul për të ndërtuar disa narrativa të cilat në fund ditës nuk i shërbejnë zgjidhjes, por i shërbejnë pikërisht sabotimit të zgjidhjes. Që mendoj që unë nuk preferoj të flas as me nëse, në fakt si parim, dhe as me emra të përveçshëm, duke pasur parasysh faktin që, siç e thash, Republika e Kosovës ka plot personalitete të cilët mund ta ushtrojnë këtë funksion, dhe ne nuk kemi dhe tagrin si opinionbërës për të shkuar drejt emrave apo për të spekuluar pozitivisht drejt emrave. Patjetër që, siç e thash, në tagrin modest në opinionbërësit, e vetmi moment që mund të them është që secila deklaratë, e cila dërgohet nga miqtë e Kosovës, për sa i takon zhvottimit të ngërçit, se cili apel është i mirëpritur, nuk duhet të anashkaluar, dhe patjetër që e shkuara e afërt, që na ka dërguar drejt kontributit të këtyre personaliteteve, patjetër që duhet të shërbejë si një moment kthjellimi dhe referimi për sfidat që ka kaluar Kosova, se ka qenë shumë më të mëdha se sa sfidat e sotme, dhe është gjendur momenti i konsensusit dhe i marrëveshjes politike mes palëve, pikërisht për të tejkaluar dhe për të dërguar proceset përpara. Kështu që mendoj që apeli i tyre duhet parë në funksionin pozitiv dhe gjendëre shtuar për të dërguar proceset përpara, për të sensibilizuar politikisht dhe për në jetën kohë për të shkundur aktorë të ndryshëm politik për të parë ku ishte e djeshmja, pavarësisht se nuk duan ta kujtojnë dhe kanë komplekse nga e djeshmja, dhe pikërisht për parë ku është e djeshmja për ndërtuar një nesërme e cila patjetër një nesërme republikane, kushtetuese dhe solide. Kosova është sfidë që Kosova duhet që të ruaj këtë republikë, këtë sistem republikan, dhe ky sistem republikan garanton pikërisht demokracinë e shëndetshme kosovare si demokraci referuese në rajon. Për sa i takon të gjithë mekanizmave, si mekanizmave të brendshëm, ashtu dhe mekanizmave që kanë të bëjnë me bashkëtesat e harmonishme në shoqërinë kosovare në tërësi përtej etnisë shqiptare që patjetër është dominanca në Republikën e Kosovës. Që mendoj që secila deklaratë në radhë parë unë dhe shoh parimisht, dhe parimisht duhet parë si pozitive dhe duhet parë si një vlerë e shtuar. Për emrat e përveçshëm më ndjeni që nuk dua të komentoj, duke pasur parasysh faktin që thash që secili emër apo dhe emra të tjerë të përcjell në segmentet mediatike, patjetër që janë emra të cilët mund ta ushtrojnë dhe përmbushin funksionet e kompetencat e Presidentit të Republikës në mënyrë dinjitoze, por thash, tu nuk kemi dhe problemi nuk janë emrat e përveçshëm. Është përkut vullneti politik dhe qasja politike e aktorëve përkatës. Përka që zoti Buljani pra përmendet që duket se nuk jemi në fillim të këtij procesi dhe pavarësisht se jemi jashtëzakonisht shumë vonë, kemi një kuvend akoma të pakonstituar, takimet të cilat pritet një javë ose më shumë deri në takimin e radhës, mendoni që do të zvarritet edhe më shumë çështja apo ndoshta do të përshpejtohet tani me qenë se kemi emra të propozuar, krejt është tek dakordimi se për cilin emër duhet votohet nga këto dy subjekte politike, pra të arrihet një marrëveshje se për cilin emër të votohet për presidentin e ardhshëm. Mendoni që do të na marrë akoma më shumë kohë apo do të ecin gjërat më shpejt? Po ajo që ka po bën më përshtypje është
po bot një farloj ankondi, shumë interesant. Një farloj ankondi kush është për më bo president, kush duhet përpozohet e që përpozohet madje nga media dhe disë njerëz dhe më thonë që kush ka me të njëfshëm kush po pranon kandidatura, ka pas vetë kandidaturat e shpollura edhe ma heret, edhe tash ka një farë lobizimi, na nuk kemi qitë si shtetë ankant për më zgjedh presidenti edhe mu përmend kush mundet aty, pa më parasysh kush është e çka është e tek është e sa ka përvojë edhe se nuk ka çështja e presidentit, çështja ka që gjithkush mundet me qenë presidenti i shtetit dhe gjithkush mund të propozohet. Natyrisht mund të propozohet bos kushtetues. Të gjithë kanë të drejtë me qenë të zgjedhur dhe kanë të drejtë me zgjedh. Sipas parimit kushtetues, sipas kushtetues po nuk është kjo puna në kodi, kanë me zgjedh dhe kanë mos me zgjedh, po kush është ai i cili i plotson gjitha kriteret, domethënë asajna që thuhet njohës i mirë i shtetit ku jeton, njohës i mirë i rrethonave ndërkombëtare, një njeri shumë i balancuar politikisht, i balancuar edhe në raporte ndërkombëtare, i dashur dhe i respektuar edhe për të tjerët jashtë shtetit Kosovës, pra pesheni që nuk ka kjo punë me lobizu dikush për dikon, po problem më i madh. Prandaj kjo është mundu shumë çesharake kur pe dëgjoj turi emni, pa më parasysh kush i propozon ata, nuk jemi na shtet me bajgare me neve, kush do na propozu çka don, edhe pse respekt kemi për gjithë ata që dëshirojnë me propozu, edhe ndërkombëtar, edhe ata që u përmenden krejt është në rregull. Po, na jemi shteti pavarur dhe na mendojna vetë për këtë punë, natyrisht mendojna në sozat asajna kush na vjen neve si shtet, kush na kryen punë më shumë dhe kanë njohemi më mirë për këtë punë që mund të me përfundu. Është ajo pyetja jote që u bë, është shumë interesante që vazhdimisht na po shkojmë domethënë te poshtë, nuk po shohim këto kurrë këta i shko mirë sa më përpara më deklaru dhe unë mendoj që duhet më thirrë seanca konstituive sa më po që mundet më thirrë. Pra kjo i bën që nesër më thirrë është mirë. Dhe me fillu konstituimi kuvendit, pasaj edhe mos zgjedhë më unë 5 kryetarë, mos zgjedhë u formu grupet parlamentare, pasaj me radhë në shku deri te qeveria, me zgjedhë kryeministrin, mos me hu vakët, nëse kanë ndërmend këta mos mu marrë vesh, le tregojnë popullit që këta s'po duhen mu marrë vesh, e jo me kishe po mirë me veshë me na hu 2-3 javë këtu, edhe kur gjë mos me vonë fund, edhe me shku apet situata me meta ashtu që shkon dhe me shku drejt procesit zgjedhor prapë. Prandaj këtu na kërkojmë për tyre vetëm sinqeritet, kur çdo as më shumë as më pak, transparencë kërkojmë, natyrisht se na jemi shtet transparent, kemi edhe ligjen e fuqi, kemi kushtetutën, kemi akte të tjera që tregojnë që është shtet serioz, domethënë. Prandaj nuk na dëshirojmë të qenë të njoftuar për çdo këtë proces që po ndodh. Pra jo me mbet çto në terr informativ edhe mediat edhe populli edhe gjithë me mbet në terr informativ, e mas po këtë është me folë kështu, e me baj gare kush mund tjetë edhe më na tash mund të tanë më mora, po të gjithë të merremi me ata se kush i plotson kriteret, se unë tash presidenti nuk ka vend pune. Po si ta presidenti nuk është post vakant dhe nuk është as çështje ankondit, po është çështje se shumë serioze se kush mund tjetë edhe kush s'mund tjetë. Dhe unë i përmend ato parimet e përgjithshme që duhet me qenë të nevojshme dhe të rëndësishme për shtetin. Ajo që kam bërë përshtypje mua në politikën perëndimore thuhet shumë qartë kur tash fjalat e kandidaturat, ata thonë që për të qenë njëri i denjtë, për të shërbyer shtetit, thotë mas pari do të më pyet çka ke bërë për veten tënde. Kush je ti, çka ke bërë për veten tënde? Në dy thonë çka ke bërë për familjen tonë dhe në tre pastaj çka mundesh me bërë për shtetin. Pra, janë 3 segmente që përdoren në politikën ndërkombëtare, në vazhdimsi se kush janë këta dhe cilat janë kriteret e përgjithshme që i përmenda. Unë ata i përmend si kriteret e përgjithshme që këtu janë shumë të rëndësishme me ditë shteti, qytetari, kush janë këta gjendë domethënë. Kush janë këta njerëz me fjalë të tjera që mund të kenë ose mund të marrin përsipër obligime ndaj shtetit. Pra kjo është për mua më rëndësi, unë tash sa më parë dash me fillu seanca konstituive kuvendit, mos me më kuona me këta, ta let kanë vakt me fol, let flasin, na do t'i presim këta. Kemi edhe na kohë, se tash ka boll, se është e kaluar edhe afati kushtetues gjithçka, po shkon te poshtë, tash kohë më është e palimituar me kjo kohë, mo. Edhe jo legale në kuptimin e afateve kushtetuese e tjera. Por neve tash na intereson veç me kon pragmatik të me nis këtë punë, me fillu domethënë me konstituimin e kuvendit dhe me shku përpara shtetit. Unë ju falenderoj shumë për këtë inkuadrim të drejtë, falenderit zot Regjinali, falenderit zot Bujani dhe uroj të kemi sërish falenderit për analizën tuaj. Ju përshëndes. Me këtë diskutim po mbyllim pjesën e parë të emisionit Rreth e Rrotull për të shkëputur me një blog të shkurtër marketing.